Është kjo gjendja me të cilën përfundoi kjo vetur mëngjesin e së mërkurës. E tillë ka mbetur që 2 ditë që kur Zarfekza ju desh të intervenonin. Pasi kjo vetur në objektin e një banese në lagjën Motinje në kryeqytet u përfshi nga zjarri. Flakën dyshohet si avuri një grua. Qëllimi ende nuk dihet, gjërsa nga zjarri u dëmtuan edhe disa gypa të ujit në objekt. Sipas banorëve, dyshuari ka ardhur me taksi deri te parkingu, ndërsa pasi ka kryer veprën, e njëjta është larguar me taksi nga vendi i ngjarjes. Brapa kamerës, banorët thonë se tymi është përhapur në katet të ndërtesës, duke rrezikuar edhe jetën. Për shkak të tymit të madh, ata thonë se u detyruan të dalin në oborrin e objektit, por sipas tyre, e dyshuara nuk është ndalur me kaq. Banorët pretendojnë se në një objekt tjetër kanë tentuar të javër flakën edhe ashensorit. E dyshuara sipas policisë së Kosovës është arrestuar, ndërsa nuk janë dhënë detajet e tjera lidhur me rastin. Ju njoftojmë se një person i dyshuar është arrestuar dhe të gjitha veprimet janë ndërmarrë në koordinim me prokurorin e shtetit. Pas kamerës, banorët rrëfyen se rastet e ngjashme kanë ndodhur edhe më herët në këtë lagje, rreth 2 vite më parë.